Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Sot do t'i hyjmë një prej debateve më të mëdha të kohës sonë, kësaj përplasje të famshme mes shkencës dhe fesë. Zakonisht na paraqitet si një luftë, një betejë mes dy botëve që s'mund të pajtohen kurrë. Por a është vërtet kështu? Le të gërmojmë pak më thellë se kaq. Në përgjithësi, kur flitet për këtë temë, këto dy fusha vendosen përballë njëra tjetrës, si dy ekipe kundërshtare. Nga njëra anë shkenca, bota e fakteve, e provave, e gjërave që mund t'i matësh dhe t'i vërtetosh, e ardhmja, progresi. Nga ana tjetër, feja, e cila lidhet me besimin, me traditën, me një përvojë më personale, më subjektive. Kjo ndarje kaq e prerë ka ndikuar goxha shumë mënyrën se si mendojmë për botën. Po, a është vërtet kaq e thjeshtë? A është kjo e gjithë panorama? Po sikur i gjithë ky konflikt mos jetë diçka e pashmangshme? Po sikur t'jetë më shumë një keqkuptim i madh për rolin që luan secila? Pikërisht kjo pyetje na shtyn të thellohemi pak më shumë. Atëherë, për ta kuptuar më mirë, le t'i marrim me radhë. Të fillojmë me shkencën. Në zemër të saj, shkenca ka një pyetje kryesore, shumë specifike. Si? Mjeti kryesor i saj është metoda empirike. Tani, kjo nuk është thjesht një libër me fakte të gatshme, por është një proces i vazhdueshëm. Funksionon kështu: vëzhgon diçka, bën një hamensim të arsimuar, pra një hipotezë, dhe pastaj e teston atë me eksperimente për të parë nëse qëndron. Qëllimi final, të shpjegojë mekanizmat, ingranazhet e botës fizike. Le ta bëjmë edhe më konkret. Shkenca na shpjegon si graviteti i mban planetet në lëvizje, na tregon si ADN-ja jon përcakton ngjyrën e syve tan, na zbulon si atomet bashkohen për të krijuar botën materiale rreth nesh. Siç e shihni, të gjitha këto janë pyetje për procese, për mekanizma. Të gjitha merren me sin e gjërave. Mirë, e pam fushën e shkencës. Po tani, le të kalojmë në një territor tjetër, një territor komplementar. Dhe fjala kyçe këtu është komplementar, jo kundërshtar. Sepse përtej sis, si qenie njerëzore, ne kemi një pyetje tjetër që na mundon. Pse? Dhe kjo pyetje na çon jashtë laboratorit, apo jo? Ajo prek thelbin e kuptimit. Për shembull, shkenca mund të na japi një model të detajuar për Big Bangun, pra si nisi gjithçka. Por pyetjes pse nisi, apo pse ekziston diçka në vend hiçit, shkenca nuk ka një përgjigje, nuk është detyra e saj. E po, këtu hyjnë në lojë sistemet e vlerave, etika, filozofia apo edhe feja. Roli i tyre kryesor nuk është të shpjegojnë lëvizjen e planeteve. Ato merren me pyetje të tjera. Çfarë është e drejtë dhe e gabuar? Cili është qëllimi i jetës? Çfarë është dashuria? Këto pra janë pyetjet e mëdha të pses. Atëherë, pyetja është, nëse secila ka fushën e vet, ku lind konflikti? E po, duket se problemi fillon kur njëra nga këto fusha përpiqet të pushtojë territorin e tjetrës. Është pak a shumë si të përdorësh një qekish për të vidhosur një vid. Mjeti është i gabuar për punën, dhe pikërisht këtu fillojnë rreziqet. Le t'i shohim këto dy ekstreme. Nga njëra anë, kemi fen që ignoron arsyen dhe faktet. Kur kjo ndodh, ajo rrezikon të kthehet në bestutni, në dogmë të verbër, duke penguar kërkimin. Nga ana tjetër, kemi shkencën që pretendon se nuk ka asgjë përtej asaj që mund të matet. Kjo quhet reduksionizëm. Ideja që dashuria është thjesht një reakcion kimik apo që ndërgjegja është një iluzion. Nëse gjithçka reduktohet në grimca pa kuptim, atëherë ku mbetet vlera? Kjo rrugë mund të çojë lehtësisht në nihilizëm. Dhe kjo fjali e përmbledh më së miri, konflikti nuk është i lindur. Ai krijohet artificialisht. Krijohet kur feja insiston të japë shpjegime shkencore duke hyrë në fushën e gabuar. Por krijohet edhe kur shkenca përpiqet të japë gjykime morale, duke thënë se vlerat janë të parëndësishme sepse nuk mund të futen në një ekuacion. Mirë, i pam problemet. Po zgjidhja cila është? A ka një rrugë tjetër përveç konfliktit? Hapi tjetër logjik është pikërisht kërkimi i harmonisë. Të shohim se si mund të integrohen këto dy botë, në vend që të përplasen. Po të shikojmë historinë, përparimet më të mëdha nuk kanë ardhur kurrë nga njëra anë e vetme. Është një rrogë me dy korsi. Njohuritë shkencore bëjnë etikën tonë më të informuar, dhe në të njëjtën kohë, një busull etike drejton shkencën drejt qëllimeve që shërbejnë vërtet njerëzimit. Ta marrim një shembull modern, inxhinieria gjenetike. Hapi i parë është zbulimi shkencor, pra teknologjia për të modifikuar gjenet, por pastaj vjen hapi i dytë, absolutisht vendimtar, shqyrtimi etik. Këtu bëjmë pyetje të vështira. Për çfarë duhet ta përdorim, cilat janë pasojat, a është e drejtë? Vetëm pasi tu përgjigjemi këtyre pyetjeve, mund të kalojmë te hapi i tretë, zbatimi në shërbim të njerëzit. Pra, na duhen dy vegla në kutinë tonë. Përballë sfidave gjigante si ndryshimet klimatike, është e qartë që vetëm njëra nuk mjafton. Na duhet shkenca për të na dhënë të dhënat dhe zgjidhje teknike,
por na duhet po aq shumë urtësia etike për të vendosur cilat zgjidhje të zbatojmë dhe si t'i zbatojmë në mënyrë të drejtë për të gjithë. Dhe kështu arrim në thelbin e gjithçkaje. Ky tregim i shkencës kundër fesë në fund të ditës është një kurth. Është një ndarje rreme që na harxhon energji dhe na pengon të shohim sfidën e vërtetë. Dhe sfida e vërtetë nuk është të zgjedhim njërin apo tjetrën, por të gjejmë mënyrën se si t'i kombinojmë njohuritë me urtësi. Dhe kjo na lë me një pyetje për të gjithë ne, një pyetje për të marrë me vete. Nëse e heqim fjalën kundër nga ekuacioni, çfarë mbetet? Mbetet detyra për të ndërtuar ura. Si mund ta bëjmë këtë në jetën tonë, në shkollat tona, në shoqëri? Si mund të edukojmë breza që vlerësojnë një lloj si fuqinë e metodës shkencore, ashtu edhe thellësinë e kërkimit për kuptim? Ndoshta kjo është sfida më e madhe, por edhe më thelbësore, me të cilën përballemi sot.